Anila, faleminderit shumë për intervistën, është kënaqësi që t'ju intervistoj dhe faleminderit që për kohën që gjetët edhe pse është tonë ju gjeta në punë. Faleminderit juve, unë të shtunën e kam gjithmonë në punë, nuk e konceptoj, e kam pasur dhe të dielën, po tani ma kanë ndaluar të paktën të dielën më kanë thënë duhet rish në familje. Por e vlerësoj intervistën tuaj edhe jam shumë e lumtur. Si ka qenë zona filla që e keni nisur të merreni me, po themi, stilimin dhe pjesën e të bukurës me modë? Shumë e hershme. Mendoj që çdo kush që e bën këtë profesion duhet ta ketë patjetër i themi ne në ADN atë estetikën, shijen e të bukurës. Dhe pikërisht mua më ka lindur brenda familjes. Unë vi nga një familje të cilët kanë një shije shumë artistike. Gjyshet e mia kanë jetuar jo në Itali, po kanë jetuar një pjesë të kohës në Itali, pranë Murgeshave, dhe aty kanë mësuar atë shijen artistike të jetuarit bukur dhe me konceptin e bukur dhe na e edukuar neve gjatë gjithë kohës me këtë lloj shije. Fillimet e mia kanë qenë pikërisht, domethënë, në rinin time, duke ditur që sistemin që ne jetonin, sistemi komunist ishte që nuk të lejonte, kishim vetëm 3 lloj ngjyrash, zi, gri, kaf, nuk kishim mundësi për kolore të tjera, modelet ishin shumë specifike, dhe isha e detyruar duke parë që brenda meje ishte një zë i fuqishëm që më çonte drejt shijes të bukur dhe të isha më tepër të isha e veçantë, e bëja çdo gjë vetë. Dhe unë mendoj që talenti lind dhe shija lind me njeriu. Nuk mund ta kultivosh, patjetër që rritet nga ana profesioniste duke studiuar, siç kam studiuar edhe historinë e modës, edhe kam mbaruar edhe shkollën për këtë gjë, por unë mendoj që duke praktikuar dhe duke prekur çdo gjë me dorë vet, unë mendoj që arrin dhe të lind ajo dëshira që ti të jesh ndryshe dhe të sjellësh një imazh krejt ndryshe në jetën tënde. Në jetën tënde, në figurën tënde, po pse jo të ndikosh edhe në figurën e të tjerëve. Domethënë që të jesh, mendoj stiliste, duhet t'i konceptosh ngjyrat jo siç janë, por siç dua unë të jenë. T'i kombinosh jo sipas një rregulli fiks, por sipas asaj që unë dua të mendoj. Prandaj mendoj që kjo është diçka që lind, por dhe kultivohet dal nga dal. Pasioni dhe dëshira më kanë bërë që të punoj tërë jetën. Mi thonë 30 vjet me atelje, por nuk e di se sa kohë kam që merrem, më duket një jetë e tërë. Ka kaluar shumë kohë, po e mbani mend punën tuaj të parë? Patjetër që e mbaj mend. Puna ime e parë në familje kanë qenë pantallonat e mia të xhinsit, të cilët është marrë një palë pantallona xhins të një uzine, nuk e di, një komshi më ka sjell, dhe unë i kam punuar pothuajse për 2-3 ditë me radhë, i kam zbardhur, i kam qepur, i kam ndryshuar modelin. Ajo ka qenë ajo vepra që unë e quaj vepra e parë, kur parë se si mund të transformosh diçka me dorën tënde. Pas e kam vazhduar, pse jo, dhe në gjithë këtë shoqërinë dhe misin time që bëja, jo rroba banjo, jo këpucë, jo çanta, të gjitha i kam praktikuar, dhe puna ime e parë që kam bërë pastaj që ka qenë ajo që ka lënë gjurmë, mund të them, ka qenë pjesëmarrja kam filluar direkt me një pjesëmarrje me një aktivitet në qytetin Studenti, ka qenë vitet 94, 95, kur ka qenë një sfilat shumë interesante dhe e bukur me të gjitha trevat e Shqipërisë. Atë domethënë e kam studiuar të gjithë kostumografin shqiptare dhe në bazë të asaj neve realizuam veshjet. Kjo ka qenë puna e parë që mua më ka lënë gjurmë, më ka njohur me këtë kostumografin, sepse unë mendoj që çdo stilist baza duhet të ketë pikërisht në traditën kombëtare. Nëse ti nuk njeh kostumografin shqiptare, nëse ti nuk njeh shijet e popullit tënd, ti nuk mund të jesh stilist i vendit tënd, sepse klientela është shqiptare dhe ti duhet të dish ata shijet i kanë kultivuar sipas vendit ku kanë jetuar. Jugu ka të tjera shije, veriu ka të tjera shije, dhe ti duhet patjetër që t'ja u ndërthurësh. Plus që dhe struktura dhe forma e fizikut ka të bëj shumë me origjinën nga ti vjen. Pra ti duhet të kesh studiuar kostumografin, pastaj të jesh një stilist e aftë për ta ushtruar. Ju folët pak për fillimet tuaja. Në bazën si e keni nisur ju? Është një pasion që ti ke brenda dhe pret momentin e dur që të vazhdosh, apo është një gjë që kultivohet dhe me punën? Pra, si e kupton që ti
mund ta bësh këtë gjë? Unë mendoj, kur e kam filluar thjesht si një pasion, ose si një pasion edhe si një lloj ndjeshmërie që më vinte brenda meje. Domethënë ajo dëshira për të qenë ndryshe, për të ndryshuar, për mos të isha një lloj si gjithë të tjerët. Domethënë edhe ai sistemi ndoshta më ka ndikuar pozitivisht, sepse duke parë që gjithë bota ishte gri, ti doje të jepje atë koloritetin, do të jepje ngjyra dhe kjo gjë lindi atë pasionin dhe dëshirën për të qenë ndryshe nga të tjerët dhe pse jo të ishe edhe pak rebele dhe të ishe krejt ndryshe, domethënë. Por unë mendoj që gjatë gjithë kohës për mua personalisht ka qenë kultivimi. Domethënë, unë mendoj që një punë duhet të kultivohet, të punosh fort me të, pastaj ti nxjerr më të mirën tënde. Nuk jam për këtë që nëse ke talent, ti e bën. Duhet patjetër, sepse bota e modës po ecën me hapa shumë të shpejta, shumë të zhvilluara. Teknikat po ecin vërtet me një shpejtësi mramëndse. Jam dhe për këtë që ka një kufi dhe ka një mas, vjen një moment që ti edhe mund të shterosh. Nuk është turp të thuash që nuk kam frymësi më për këtë gjë dhe mund të luazosh një stilist të ri ose një dizenjator i ri që të japi, po prap ti jep konceptin dhe ai e dizenjon veshjen. Por kultivimi është ajo që unë mendoj që është më e rëndësishme, sepse mendoj se duke punuar unë gjithmonë kam arritur të gjej më të mirën dhe ta përsos krijimtarin time. Bile mund të them që kam mësuar shumë nga gabimet, domethënë gabimet kanë qenë suksesi im. A është stilimi ju e cekët pak më parë, është stilimi një lloj rebelimi dhe lirie ndaj gjërave që ju rrethon, sidomos në një botë ku liria është e munguar siç ishte kohë e komunizmit? Unë them që kjo ka qenë një nga arsyet e forta të mia që unë më ka lindur kjo dëshira për të marrë me veshjen, me të bukurën, me shijen artistike, sepse ne nuk kishim mundësi, sigurisht që nuk kishim mundësi që të ishim të lirë. Dhe ajo pikërisht një kolor i fortë të jepte një tjetër lloj spacio. Një vizatim ndryshe që unë bëja më çonte në një botë tjetër që për mua ishte e panjohur, por me ato pak materiale që ne na vinin, si një revistë që mund ta vinte nga jashtë, si një film që unë mund ta shikoja ose një Saremo që ne shikonim, çdo gjë e marr me forcë, çdo gjë e arritur me vështirësi, unë them që lë gjurmë shumë më të mëdha tek ty. Ndërsa që sapo thatë që është kjo pjesa, domethënë që neve duke pasur një jetë të mbyllur dhe një liri të munguar, pikërisht unë them që brezi jon vitet 65, 67, 68 ka qenë të rinjt që sollën një ndryshim shumë të madh edhe në kohën e demokracisë, sepse ne kishim thurur shumë ëndra, kishim thurur ëndra për lirinë tonë, për një botë më të madhe, për një spacio më të madhe, për një vizion më të madh. E gjitha kjo ishte në mendjen tonë, në fantazinë tonë. Dhe kur erdhi momenti që me të vërtet hyri demokracia, ne kishim një jetë të dytë, një rilindje. Mund të them që kemi qenë brezi më me fat që e kemi përjetuar këtë gjë, sepse ne filluam të gjenim veten përsëri, të krijonim dhe të linim gjurmë pikërisht në atë periudhë. Dhe ti kishe rrëzoheshe, ngriheshe, ndërtoje një koncept për biznesin tënd, nuk të funksiononte, filloje nga e para, por ishte pikërisht ajo ëndra që ty të mbante, që do thoje unë do arrit diku dhe do bëj diçka. Sepse ishim një brez që vinim që bënim shkolla që nuk i kishim të ndjera, domethënë na i kishim detyruar ose që të shkonim në një shkollë të tillë dhe kishim një lloj lufte të brendshme, një kontradikt të brendshme. Dhe në momentin kjo jetesa që ne patëm në epoka të ndryshme ose tamam në epoka të ndryshme, ishte me të vërtet një burim frymëzimi për të gjithë. A është stilimi që ndikon te karakteri apo është karakteri që ndikon te stilimi? Unë them që është karakteri që ndikon te stilimi. Sepse unë e shoh që ti duhet jesh e vërtet. Sado moda udhëhiqet, sado udhëhiqet nga të mëdhenjtë e modës, prap unë shoh shembullin tim që unë nisem nga veshjet, koleksionit që ndërtoj sipas karakterit tim. Domethënë
më vjen keq për këtë sepse ndonjëherë ti edhe ndoshta zgje dhe aq e suksesshme, sepse ti duhet të jesh si masa dhe të udhëhiqesh nga masa, por unë këtë kam zgjedhur. Kam zgjedhur që gjithë koleksionet e mia, stili im të jetë në lidhje me karakterin tim, të jetë ajo që mua më buron nga brenda. Dhe pse jo, e them të imponoj, kam dashur gjithmonë të imponoj stilin tim dhe jo atë çfarë jepet. Domethënë, kam dashur të jem unike në këtë gjë. Ke pasur të vështirë imponimin në një shoqëri si Shqipëria? Po, e kam pasur të vështirë, me thënë të drejtën, e kam të vështirë, mund të them, jo e kam pasur. Vitet më të bukura kanë qenë vitet 98 deri në 2014, kanë qenë vite që unë kam punuar me kostumografin, me teatrin, me spektaklet, me klientel, dhe atëherë kishte një lloj, ma respektonin skicën, ma respektonin krijimtarin. Tani e kam të vështirë. E kam shumë të vështirë sepse ky brez mund të them që nuk mund t'ja u imponosh gjërat. Janë të gjithë, kanë një mendje të tyre, ose të gjithë ndjekin një lloj linje, ju rri atë tek ajo linjë. Janë tërkohën në tranzicion dhe tërkohën në eksperiment. Dhe kur, domethënë, më vjen keq ndonjëherë kur më vinë dhe jam e detyruar të realizoj veshje që ma imponojnë krijimtarin. Më thonë, e duam këtë. Unë e bëj, sigurisht që e bëj sepse ndonjëherë ne bëjmë dhe modelistën, se kjo është të bësh modelistën dhe nuk është të bësh stilisten, por na jepet mundësia tani me anë të krijimtarisë që kemi, që mund të nxjerrim koleksionet tona, ti mund të nxjerrësh idenë tënde dhe krijimtarin tënde. Se sa do pëlqehet nga njerëzit, unë nuk e filloj një koleksion për të shitur. Unë një koleksion, vërtet kjo është ndonjëherë kundra menaxhimit, por unë një koleksion e filloj njerëz që ta ndjej dhe të bëj atë që dua unë, dhe atë që unë mendoj që doja imponoj klientelës. Nëse e shit ato apo jo, pastaj ajo ngelet, por nuk e quaj dështim edhe nëse nuk shitet, nuk tradhtoj veten nuk e tradhtoj kurrë. Sa ta kanë pëlqyer karakterin deri tani? Me thënë të drejtën, kur unë jap një intervistë, ose kur jam në një bisedë, ose në një ambient shoqëror, vlerën më të madhe e kam si njeri dhe si karakter. Ndoshta edhe vlerën më të madhe nuk më duket në një vlerë më e madhe si stiliste, sepse kam qenë edhe me fat, sepse duke qenë një ndër stilistet e para në Shqipëri, kur tregu ishte shumë i uritur, sigurisht që ne lullzuam, i themi ne, dhe kishim edhe një lloj suporti, pavarësisht punës që kemi bërë. Por karakteri është ajo që më mban fort, që më duan në shoqëri, që më përzgjedhin, edhe që jetoj bukur. Domethënë jetoj bukur se jetoj jetën time. Flasim pak për teknikat e veçanta të qepjes dhe ku frymëzoni për modelet e veshjeve. Atëherë, unë këtë duhet ta them dhe them se kam thënë ndonjëherë me mburje, po e them me mburje. Kur unë jam martuar, hyra nuse me një familje rrobaqepsish, me baza shumë të forta rrobaqepsie. Im shoq që 12 vjeç ka qepur pantallona dhe në moshën 18-19 vjeç qepte kostume. Dhe ka punuar tërë jetën në rrobaqepsit më speciale. Vjera ime po ashtu një zonjë nga Kroacia, e cila solli, të them, solli gjithë artin e rrobaqepsisë, e solli në Shqipëri, dhe kishte një ndërmarrje të tërë kur mësonte gratë të qepnin dhe të mbanin këtë ndërmarrje. Ashtu dhe kunatat e mia ishin të tëra rrobaqepse. Pra, duke u futur në një familje të tillë, megjithëse unë e kisha filluar rrugtimin tim si stiliste, mua kjo më bë një ndihmë shumë e madhe. Dhe aty fillova vërtet ato teknikat e vërteta, sepse kjo puna jon pa njohur teknikat nuk ka vlerë. Aty fillova teknikën sartoriale, që do të thotë që çdo gjë duhet qepur me dorë, duhet përkëdhelur me dorë, pa të dali një vepër e bukur në fund. Do orë pune për kushtim dhe dashuri. Të gjithën këto i mësova pikërisht në këtë familje, që këtë punë duhet ta duash, ta dashurosh, ta përkëdhelësh, që në fund të dali një objekt i realizuar mirë. Dhe këtu në stafin tim përpiqem që t'i them, mos i bini shkurt gjërave, po i zbatoni tekniket me përpikmëri siç ja u kam thënë, ose siç janë.
sepse me të vërtet teknika është ajo që lë gjumë dhe ngelet. Për shembull, mund të flasim, po zgjatemi një çik më shumë. Një xhaketë e punuar në mënyrë industriale dhe një xhaketë e punuar me kanavac në mënyrë artizanale. Xhaketa industriale e varë në varse dhe rri e varur. Nuk ka strukturë. Një xhaketë e punuar me kanavac dhe në mënyrë sartoriale rri sikur është veshur në trup, rri e ngrirë, ka strukturë. Dhe çfarë do ti të ndryshosh në formën e trupit tënd, ty ajo të rri. Edhe 4 kg më shumë edhe 4 kg më pak, është e çuditshme. Prandaj dhe teknikat janë shumë të rëndësishme sepse unë them që brezat dikur kanë bërë një punë shumë të mirë për të arritur këtu dhe të gjithë të rinj që merren me këtë profesion duhet ta respektojnë dhe ta zbatojnë teknikën e mirë. Dhe Italia dhe vendet e tjera që janë vërtet të dhënë mbas modës, bëjnë workshope dhe fuqishëm e thojnë që të rinj duhet i kthehen artizanatit, punës me dorë. Kjo është e rëndësishme. Nila, letojmë në një kohë ku inteligjenca artificiale dhe teknologjia, po themi, kanë arritur në një nivel shumë të lartë. Sa ndikon inteligjenca artificiale dhe teknologjia, pra që ti mund ta bësh një skicë përmes inteligjencës artificiale dhe pastaj që ti ta qepësh përmes, po themi, makinerive në cilësi, e përmirëson cilësinë apo po themi nuk del cilësi e mirë? Po. Unë nuk jam për inteligjencën artificiale, në drejtim të skicës flas. Nëse do më jepet, duhet patjetër që atë bocetin e parë, duhet patjetër ta bësh me dorë. Atë që ti ke në mendje, tënde që ti je unike dhe ti je ti, duhet ti ta krijosh. Dhe ta hedhësh dhe inteligjenca të ndihmon kur ti pastaj ja vesh kësaj gjëje që i thua, po këtë veshjen time do ja veshësh për shkak një vajze në këtë grup mosh, ose do ta kombinosh me një xhaketë dhe me një këpucë të tillë. Dhe ajo të ndihmon që ti ta shikosh të përfunduar se si duhet jetë e veshur. Kjo është një ndihmë shumë e madhe që kanë stilistët sot. Por unë them që nuk duhet hiqet dorë pikërisht nga ajo ndërtimi i bocetit parë, nga ajo skica e parë, nga ajo që ti ke në mendje. Dhe them që ndoshta krijimtaria do jetë e fundit që do ta zëvendësojë inteligjenca artificiale. Jo se zëvendëson, por nuk i jep vlerat që ka krijimtaria. Por në rastet për shembull që ti do të bësh diçka më të shpejtë, që ta kesh, po mund t'ja drejtosh, po prap ajo duket që ka diçka që nuk shkon tek, nuk ka harmonizim dhe nuk mund t'ja shpjegosh modelistes mbas inteligjencës artificiale. Kur ti e ke krijuar vetë, e di shumë mirë se si do ta presi modelistja dhe se si do ta realizojë robaqepsja. Do me thënë, ky mund të them që në të gjitha profesionet që do hyjnë tani me inteligjencë artificiale, ndoshta robaqepsia do jetë e fundit që do ta zëvendësojë inteligjenca. Roboti mund ta qepi, po, por nuk mund ta krijoj. Ta krijoj, do me thënë, them që ajo krijimtaria njerëzore është gjithmonë do ngelet, është si puna e pikturës. Mund të bëj pikturë inteligjenca artificiale, por vlerën që kanë piktorët e mëdhenj që sot e kësaj dite nuk mund t'i zëvendësoj kurrë. Do me thënë, ajo koha, dora, do më thënë ajo koha e gjatë që ti bën atë vizatimin që e bën, ajo koha i shton vlerë asaj veshje. Dhe një gjë e bërë shpejt për mua nuk e ka vlerën, pikërisht në art nuk qëndron vlera aty. Jeni një stiliste që shumë personazhe të njohur përplasen tek juve. Si e keni parë këtë raportin me personazhet e njohur dhe kur ka qenë fillimi që kanë ardhur tek ju? Unë kam filluar që në vitet 2000 me personazhet, kam qenë drejtoresh artistike e Klanit me vite të tëra, kemi bërë spektakle, mise, dhe pothuajse atëherë duke pasur një mungesë tregu në veshje, ti në një spektakël do bëje 200 ca veshje. Do vishje që nga për shembull këngëtarët deri te konferencierët dhe të gjithë drejtoheshin pikërisht në atelien time, sepse ishte vetëm atelie në atë kohë. Mund të ishte edhe 1-2 koleget e mia, 3 atelie mund të ishim në tërësi dhe kjo gjë të jepte mundësinë që ti preke me dorë të gjithë personazhet dhe ti njihshe. Një periudhë kohe në fakt hoqa dorë nga kjo lloj pune me kontakt me personazhe, sepse nuk e di, më dukeshin shumë të lodhshëm, më dukeshin që nuk dini ç'kërkonin dhe çfarë donin më sakt. Pikërisht këto vitet e fundit jam rikthyer përsëri, nuk mendoja që mosha ime të përshtatej pikërisht me këto personazhet e reja që kanë dalë tani,
por duke pjesë e aset karakterit që ju sa po thatë që më pëlqen në karakter, duke qenë se jam me thjesht modeste, e vlerësoj shumë klientin dhe unë i shoh jo vetëm si klient, po edhe si njerëz që japin shoqërisë, ma bën të mundur që të kem një komportim të mirë me to, dhe ato me mua. Pjesa e korrektësisë është shumë e rëndësishme, sepse unë e di se çdo thotë të jesh artist dhe të duash veshjen kur e do ti, dhe te kjo pjesë unë vi nga një brez korrekt për punën, dhe kjo gjë është një vlerë e shtuar, ma thojnë personazhet, më thojnë që ti e ke vlerë të shtuar kur na thua në këtë orë, dhe në këtë orë është veshja është gati. Nuk di të bëj veshje të gënjeshtra, di të bëj veshje të vërteta, që do të thotë që pikë së pari shoh materiali, që duhet jetë cilësor, dhe realizimi deri në fund cilësor. Se do ta veshësh një orë, se do ta veshësh tër jetën, unë veshjen e bëj të vërtet. Domethënë ja për rëndësinë e dur që nga zgjidhja e materialit deri në fund. Dhe kur ja u thoja në fillim, më thonin që po shiko se ne një herë do ta veshim. E thënë shumë. Vërtet ti do ta veshësh një herë, por unë nuk mundem të mos ta respektoj gjën time, krijimtarin time. Unë do ta bëj ashtu siç di unë ta bëj. Nuk mundem të bëj një gjë, domethënë të montuar në moment, sepse ashtu si kostumografia e teatrit që mund të bësh diçka me bukpeshku në skenografi, po kur e bën ama me dru, skenografin ka më tepër vlerë se sa ajo që është me bukpeshku. E njëjta gjë ndodh edhe në veshjen në krijimtarin tonë. Nëse ne bëjmë një gjë që nuk ka kohën e dur dhe proceset e duhura, ajo del diçka e mangut në fund. Dhe pikën më të fortë që kam që përshtas karakterin e personazhit me veshjen, sepse ka të bëj shumë të ndërthurësh dhe të njohësh format e portretit, karakterin, tekstin e këngës, për shembull, ose ku do ta veshi, si do prezantohet. Nëse e ka për prezantim, për shembull, shoh karakterin që të përfaqësoj pikërisht karakterin e asaj vajze që do ta mbaj. Nëse e ka për një videoklip, shoh shumë për shembull tekstin e këngës, skenografin, të tëra këto janë të fituara në kohë. Nuk mjafton vetëm një shkollë, mjafton eksperienca që unë kam pasur me vitet të tëra duke punuar, që kam arritur të kompletohem, aq sa tani më vjen keq të heq dorë nga kjo punë. Shumë më thonë që edhe mund të heqësh dorë, domethënë ke punuar shumë, por unë mendoj që tani jam më e kompletuar, sepse të jesh stiliste 15 vitet e para dhe 20 vitet e para, unë them që nuk duhet ta vësh emri stilist. Domethënë, unë e kam vënë sepse ma kanë vënë dhe të tjerët, po unë them pas 15 viteve e kam merituar titullin stilist. Duhet kesh patjetër vite punë eksperiencë mbi supe, që ti jesh aftë dhe ty të tjerët të besojnë imazhin e tyre. Kemi parë që kohët e fundit stilonin kostumet e Luiz Ellit si dhe stilime për koncertin e Alban Skënderë. Kanë qenë dy bashkëpunime të mia të vërtet mbreslënse dhe e fillova për ta bërë një herë këtë gjë. Ta bëj një herë, thash, se jo, me sigurisht që kuratori atyre është drejtuar tek unë dhe duke më thënë që shiko, kemi marrë vesh që kostumet e burrave ti me të vërtet i bën bukur. Por në fillim erdhi me atë idenë që të jepnin ato ide. Dhe pak nga pak unë i thash jo, unë punoj dhe dua që edhe krijimtaria të jetë e ime, duhet dhe ideja të jetë ime. Kuptohet që unë bashkëpunoj me stafin e tyre, se si do ta sjellim këtë, me kuratore, me Albani, me të gjithë, por tek ajo detaji të kam qef që të jem unë. Dhe tani ndodhem në një moment që më besojnë gjithçka. Albani thotë unë nuk heq dorë nga atelieri jot, sepse ndihem komode, bëj një veshje, shoh një skicë, është shumë e rëndësishme që artistit t'ia sjellësh me skicë veshjen. E shoh skicën, e diskutojmë dhe vi këtu, thotë vetëm për të parë një gjatësi pantalloni. Domethënë koha shumë e çmuar sot për personazhet dhe fakti që ne ja u bëjmë shumë të thjesht fal me mburje them, fal profesionizmit që kemi, që nuk kemi nevojë të bëjmë prova mbas provash për të arritur një veshje të mirë dhe të saktë. Për shembull, Luizit ju bën kostumet pa provë fare. Vetëm më thot bë më të mirën, vetëm kaq, bë më të mirën. Kam besim të ty dhe i bëhen. Kuptohet që unë nuk abuzoj mbi besimin e tjetrit, jep maksimumin, sepse është dhe puna ime, aty është 50-50, domethënë 50% e ka Luizi vlerën që 50% e ka veshja ime,
dhe patjetër që nuk abuzetet kjo pjesë, por nëse e nisa për të bërë një veshje, dy veshje, shoh që kam rënë tani në këtë lloj kurthi, mund ta them, që të gjitha veshjet po më besohen për t'ja u bërë, sidomos kostumet. Them që kemi kostumet, është pika jonë më e fortë si atelje. Edhe kostumet e Kiarës, po bëjmë edhe kostumet e Kiarës tani, kemi disa. Edhe Kiara në të njëjtën komoditet është, që thotë bë çfarë të duash, ta kam lënë në dorë. Dhe mua kjo më pëlqen. Kjo është pjesë që nëse funksionoj kështu, unë jap maksimumin. Në momentin që unë kam stres, më streson, më ndërhyn në këtë punë, arti nuk bëhet me stres. Arti do dashuri ta bësh në fund. Nëse nuk mund të punoj me stres, këtë e kam. Por them që kostumet janë pika jone e fortë dhe them ndoshta nga kjo është edhe s'mund të mburrem që realizoj çdo lloj veshje. Po, mund të realizoj çdo lloj veshje, por pika ime më e fortë është kostumi, si për femra dhe si për meshkuj, dhe them pika jonë më e fortë është punimi dhe teknika sartoriale. Është shumë e rëndësishme kjo. Ne vendosim orë pune të tëra për të realizuar një kostum. Nuk i bëjmë gjërat thjesht, nuk i bëjmë gjërat shpejt, domethënë i japim gjithë kohën e duhur, se kostumi janë 280 hapa thuhet për të bërë një kostum. 280 hapa është deri dhe te fotografimi i trupit njeriu, që ti në momentin e parë shikon, e fotografon me sy dhe defektet i eliminon duke i pasur në mendjen tënde fizikun e personazhit që ka ardhur. Folët pak që thatë edhe me të vërtetë që ashtu është, që kostumet janë pika juaj më e fortë. Zakonisht vinë më shumë gra që kërkojnë kostume për burrat, apo janë burra që vinë dhe kërkojnë kostume për veten? Janë burrat që vinë. Burrat, unë kisha menduar gjithmonë që gratë i udhëhiqnin, po jo burrat. Përveç se janë fanatik të modës, mund të them që kanë dhe një shije tepër të hollë. Nuk e tradhtojnë linjën e tyre, nuk tradhtojnë asnjëherë stilin, vlerësojnë shumë materialin. Ata mund të them që e njohin tamam artin tonë, sepse gjën e parë marrin materialin dhe e prekin me dorë. Është e çuditshme, sikur janë stilist. Dhe thonë, po, ky është ajo që dua unë. Kjo e mbaj dhe në verë dhe në dimër, pavarësisht se edhe unë i jap sugjerimet e mia. Në momentin që gjejnë stilin e tyre, ato nuk e tradhtojnë, luajnë vetëm me detajet holla dhe nuk kalojnë nga një linjë në një linjë tjetër. Dhe mbartjen pastaj në fund e kanë me të vërtet domethënë e mbartin shumë bukur kostumin, e prezantojnë shumë bukur. Mua më pëlqen më shumë të punoj, me thënë të drejtën, me burra se sa me gra. Pavarësisht se punojnë me gra shumë, dhe sidomos e linja e kostumave punoj shumë, por ai pasioni, ajo që unë mendoj që jam e fortë dhe sigurt, jam tek linja e kostumeve të burrave. Sekreti është sepse kam bashortin, një teknik shumë të mirë dhe një prestar shumë të mirë. Ndoshta gjithë rrugtimi i jetës tonë bëri këtë që ky profesioni na mbajti dhe lidhjen shumë gjatë dhe shumë mirë, shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse kemi ç'të flasim, nuk na mbaron dialogu asnjëherë dhe komunikimi, sepse flasim për punën, punojmë bashkë, nuk ka qenë pengesë për mua asnjëherë puna me bashortin, por bashkëjetesa që ne kemi bërë ndër vite, na ka bërë që ne e njohim shumë mirë defektet e njëri tjetrit dhe kush është më i fortë në pikat më të forta të njëri tjetrit. Dhe këto kompensojmë njëri tjetrit dhe në fund produkti final del vërtet shumë i mirë. Për shembull, në një provë, im shoq nuk del kur në provë pa mua. Sado që tjetë, thotë jo, duhet jesh ti në provë se ti e ke syrin më të pret për të bërë një provë kostumi, se prova është shumë e rëndësishme. Ose për të fotografuar klientin me sy. Ndërsa ai është një teknik dhe një prestar shumë i mirë, po prap kur arrin e pret, thotë Anila, vjen e shikon për shembull, jaka të pëlqen, apo do ta bësh ti një jak më të mirë, ose si e ke konceptuar ti. Prandaj jemi ndërthurur, kemi kaq vite dhe e dim shumë mirë, nuk respektojmë shumë hapësirat e njëri tjetrit, nuk i ndërryj kurrë në gjërat që ai di ti bëj shumë mirë. Unë nuk ndërryj absolutisht, por ai respekton anën e stilizimit tim dhe të ides dhe të krijimtarit, unë respektoj anën teknike, realizimit teknik. Dhe kjo gjë na bën që të jemi të suksesshëm, mund të them, në linjën e kostumeve, që mund të them që quhet artilleria e rëndë e një atelieri.
Sa ndikon në jetë që bashkëshortin e ke në të njëjtin profesion? Për mua ka ndikuar vërtet shumë pozitivisht. Pozitivisht sepse e kam pas krah dhe ndim shumë në këtë lloj profesioni, më ka kuptuar shumë mirë, më ka lënë hapësirën e mundshme sepse unë jam artiste dhe kam pas nevojë për të pasur një hapësirë dhe e ka vlerësuar shumë dhe më ka dhënë gjithmonë hapësirën time. Domethënë unë nuk kam qenë një grua që nëse s'kam dashur për shembull që këtë mbasditë të jem në shtëpi ose të vi orë të vona se kam pas nevojë për të pi një gotë verë, për të konsultuar diçka, për të punuar, pse jo dhe nëpër kemi pasur për shembull ekspozita jashtë vendit, kemi pasur kemi pas ekspozita, kemi pas shfaqje teatrale që kemi ikur në jashtë vendit dhe nuk më ka munguar asnjëherë ajo hapësira për të ndëjtur, për të bërë punën time dhe për të qenë edhe jo e stresuar, të japi një lloj lirie, një lirie pa kusht. Dhe kjo gjë mua më ka ndihmuar shumë për të qenë për të bërë shumë mirë punën time, për të qenë një krijuese e mirë, sepse mendoj që një artist pa hapësirë nuk mund të funksionojë. Ju folët pak që ju kanë thënë që mund të hiqni dorë nga, po themi, stilimi. Mendoni që një stilist heq dorë ndonjëherë nga stilimi? Fëmijët e mi, për shumë edhe pas herë më thonë, mami mos ka ardhur koha për të dalë në pensionit, më fal. Unë nuk e njoh moshën e pensionit. Nuk dua ta njoh moshën e pensionit. Unë mendoj që një stilist mund të punoj 80, 90 dhe kemi shembuj mjaft mirë si ish Armanit, Valentinos, të cilët punuan deri ditën e tyre të fundit. Ti mund të delegosh punë, po. Ti mund të futësh dizenjator të rinj për t'i dhënë një frymë të re linjës tënde. Lejohet, se koncepti po prap ngelet i yti, por që të heq dorë jo. Unë mendoj që në momentin që do heq dorë, mendoj që s'do ke më jetë. Nuk e konceptoj dot jetën time pa këtë punë. Kam një pyetje të fundit. A e keni trashëguar si profesion? Më vjen keq që nuk e kemi trashëguar. Vajza ime në fakt ka bërë pikturë 12 vjet. Është shumë e aftë për të ndërtuar skica, ka një nuhatje perfekte, është një kritizere mjaft e zonja e punës time dhe e mirë dhe unë e vlerësoj, por zgjodhi të ishte një mësuese, e mirë në fakt dhe sidomos me fëmijët e ka pasion, por tani ka menduar që të hapi një linjë me mua dhe të jetë, si me thënë, të jemi një koleksion kapsul, ose të jetë një fytyrë e re. Djali ka filluar të jetë, megjithëse unë do kisha dëshirë shumë të ishte që në fillim, vazhdoj për IT, ju duk profesion i bukur, por duke jetuar me ne aty, një ditë bukur thotë, ma mundua të vazhdoj këtë profesion. Nuk e dim nëse ku do arri, ka ardhur, po njihet me punën tonë, ky profesion do shumë kohë, siç e thash, duhet të paktën të njihesh, ta duash, të fillosh ta mendosh që ta bësh. Unë them që mund të jetë një teknik i mirë, mund të arrijë të bëhet një teknik i mirë, mund të bëhet edhe një menaxher shumë i mirë dhe të vazhdoj emrin me nëse neve një ditë nuk do ekzistojmë të rjetën, nëse ne një ditë do shuhemi, mund të punësoj dizenjator të rinj dhe ai të vazhdoj emrin dhe menaxhimin e ateljes. Dhe kjo ishte ndoshta një nga arsyet që fëmijët e mi tani po rikthehen nga ne, sepse duke parë që mosha jon po hikën, thanë, mam, ku do ja lëm gjithë emër, domethënë kemi një emër të ngritur. Si do ta lëm, domethënë të shuhet, të vjen keq. Atëherë i kam thënë, ju keni të gjitha mundësitë, ndoshta edhe mua më është dashur shumë punë, shumë dashuri, shumë vullnet dhe shumë punë mbi të gjitha, shumë punë. Kam qenë stoike në punën time. Sot të rinj kanë lehtësira shumë të mëdha për ta vazhduar këtë lloj biznesi, se kanë një emër të ngritur, kanë një koncept të ngritur dhe mjafton me zgjuar si menaxhim marketing, mund ta mbajnë këtë gjë. Por duhet të kenë një gjë shumë të rëndësishme, të kenë dashuri për këtë profesion dhe të kenë respekt për punën tonë që kemi bërë ndër vite. Nëse këto të dyja nuk do t'i harrojnë, unë them që do ja dalin. Nëse do t'i harrojnë këtë, nuk ja dalin dot. Pa dashuri dhe pa respekt për këtë punë nuk mund t'ja dalësh. Falenderoj shumë për intervistë. Faleminderit juve.